E pra të dashur miqtë e mi, mirëmbrëma, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, për të komentuar pak historinë që në fakt po trajtohet në për të gjitha mediat shqiptare, ndoshta si asnjëherë më parë. Bleona Mataj, vajza që sot duhet të jetë 22 vjeçe, unë me thënë drejtën e besoj që jeton, sepse unë kam një lloj instikti që nëna gjithmonë e di të vërtetën e fëmijës së saj. Unë mendoj që nuk ka nënë në botë, dhe dua të marr edhe mendimin e juaj si nëna që jeni, nuk ka nënë në botë që është e gjallë edhe nuk e ndjej fëmijën e saj, a e ka të vdekur, a e ka të gjallë. Dhe në padrejtësi të këtilla, unë mendoj që edhe Zoti i lartë madhëruar, edhe engjujt çojnë ëndra të ndryshme duke ju dhënë ndjesi nënave dhe informacione në një farë mënyre. Zonja Bukurie Mataj, për 16 vite me radh, me të pasur, me të papasur, nuk ka hequr dorë duke kërkuar vajzën e saj. Por çuditërisht, pothuajse këto vitet e fundit në fakt, që në momentin kur gazetarja e nderuar Odeta nxori në pa një informacion që në fakt më pas rezultoi që të mos ishte i vërtet, televizionet u ngritën në këmbë edhe morën iniciativën që të ndihmojnë zonjën Bukurie të gjithë mediat shqiptare, duke ftuar në për emisione dhe duke ngritur alarme për të kërkuar Bleronën. E ftuar së fundmi në Klan tek Blendi Fevziu, zonja Bukurie është shumë e bindur që Bleona është shumë afër saj. Jeton në një shtet shumë të afërt dhe këtë të vërtet e din vetëm halla e saj edhe gjyshi i saj, në të vërtet. Tani unë nuk e kuptoj një gjë, realisht nuk e kuptoj. Ta shohësh ti si hall në këndin e hallës, në fund të ditës pa marrë parasysh a është bi me vllaun tat apo nuk është me vllaun tat, ta shohësh si hall një nën, duke vuajtur dhe duke hequr e duke kërkuar pafund të bien e saj. Ta ndjekësh çdo ditë nëpër ekrane televizive, se siç më del mua në televizor, siç më del mua në rrjetet sociale, i del edhe asaj me patjetër. Të ngritet një nën të hapë një GoFundMe për të kërkuar lek për të kërkuar jo për të rregulluar jetën e saj, po për ta kërkuar të bien e saj. E kuptoni në ç'gjendje gjendje kemi arritur ne? Domethënë, nëna e Bleonës ka hapur GoFundMe sepse nuk ka më lek për të paguajtur advokat, për të paguajtur institucione, për të paguar të bien, kur në fakt unë apeloj sinqerisht deri te kryeministri Rama, dhe ju lutem shumë të gjithë le të apelojmë te kryeministri. Le ta kërkon këtë zonjën Bukurie një herë, le ta takon dhe le të merr përsipër me të gjithë fuqinë që ka ai për ta kërkuar vajzën e saj, Bleona Matën. Unë një gjë nuk e kuptoj. Pse nuk del një nga një institucion edhe ta kërkon atë vajzë, sido që të jetë e vërteta, le ta takon me nënën e saj. Po edhe nëse nuk jeton më Bleona, të paktën nëna le ta dihet ruallin e të bijës. Por do të thënë, institucionet të gjitha heshtin, mediat të gjitha janë ngritur në këmbë, mediat të gjitha po mundohen me aq fuqi mediatike sa kanë, dhe më në fund do të thënë, kjo nëna nuk ka asnjë lloj informacioni dhe askush nuk del që të fletë dhe të thotë prisni, ka ndodhur si ka ndodhur e vërteta, kjo është e vërteta. Tani unë sinqerisht edhe këto pjesën e institucioneve të rendit, mendoj që duhet pak më shumë të jenë të aktivizuar, të marrin në pyetje ato hallat një herë, të marrin në pyetje ato njerëz të atij fshati, e kanë të drejtën e plot, është humbur një njeri, nuk është humbur një mace, dhe të marrin përsipër këtë gjën dhe ta kuptojnë hallin e kësaj gruaje, dhe jo çdo ditë ta shohin në televizor për klikime, edhe më në fund domethënë të mos reagojnë fare, të bëjnë like dhe të dërgojnë një koment. Një koment inshallah Zoti ju bashkon. Kjo është e turpshme. Sonte kam dëgjuar në detaje zonjën Bukurie dhe shkreta më nuk ka ç'të thotë. Më thënë i thotë gjërat e njëjta.
thot që unë e di që e kam gjallë të bien time dhe askush nuk qohet në këmbë të ma tregon një gjë si ka nis, se nuk erdhën ta marrin alien, erdhën ta marrin njerëz të cilët i kanë parë, duke e marrë, duke e dhënë, duke e shit, duke e hyp në makinë, duke zbrit nga makina, duke jetuar në atë lagje, duke jetuar me ato njerëz. Dhe askush nuk po flet sa e frikshme që nga kjo histori. Dhe derisa një popull nuk flet, atëherë duhet ta marrë përsipër institucioni dhe shteti. Unë apeloj sinqerisht te kryeministri për të treguar veten e tij. Fundja fundit kryeministri është një lider i një vendit, e ka popullin për detyrë, le të mos të bën asnjë gjë për Shqipërinë, le të ngritet në këmbë, le të aktivizohet dhe jo kjo nën të hapën GoFundMe, por le të ndihmon kësaj nëne dhe le ta gjen të bien e saj, sepse fundja fundit është qytetare e shtetit të tij dhe me ligj e ka të drejtën ta kërkon pleonamantën. Por mua më vjen shumë keq kjo nën e cila endet nëpër institucionet nuk i hapin dyer, sikur nuk kanë shpirt këta njerëz, dhe e lën që kjo nën të rinë për televizion e të kërkoj të bien e saj, domethënë është duke kërkuar mëshirë çdo ditë dhe askush nuk po e kupton, dhe thjesht domethënë të ri dhe të pret në mëshirë të fatit kur institucioni jo nuk punon. Dhe ne themi që ne kemi të drejtat si shtet, ne jemi të sigurt në vendin tonë dhe ne na mbron, kush na mbron ne? Kush na mbron ne? Domethënë një shtet nuk është në gjendje që të zbulon një të vërtet, ku në atë kohë ka qenë shumë e lehtë për ta gjetur, dhe sot kur të gjitha, domethënë platformat e mundshme janë aktive, shteti jon flet dhe askush nuk e merr përsipër këtë zonjë, askush nuk e merr në dorë. Sinqerisht, ne nëse duhet të kërkojmë, e para gjë ne nuk duhet të kërkojmë më nga halla e Bleonës, duhet të kërkojmë nga kryeministri të aktivizojë institucionet dhe institucionet të merren një për një dhe me patjetër që do delë e vërteta. E vërteta del në momentin kur bëhet presioni. Në momentin që presioni është shumë aktiv, e vërteta është aktive. Nuk mund të mos jetë e vërtet. Edhe sikur të ketë ndruar jetë kjo vajzë, një ditë Zoti do t'ia kishte dhënë një shenjë, edhe në një pikë vendi do t'ia kishin gjetë një kocë. Po jo domethënë mos ketë asnjë lloj informacioni, sikur Bleona domethënë kanë marrur alienët, le ta themi si moment, e kanë marrë nga toka dhe e kanë çuar në qiell. Dhe sinqerisht unë dua të përgëzoj këtë nën, që e ka durimin për të bien e saj, nuk ka hequr dorë, se mundesht edhe të pajtohet me fatin, nuk jeton më, unë heq dorë, por jo, kjo deri në frymën e fundit po e kërkon, por ndihmë nuk ka. Andaj të dashur shqiptar, le të bashkohemi të gjithë, le ta ndihmojmë zonjën Bukurie, derisa vetë kryeministri dhe shteti nuk merr masa, le të vëmë dorë në këtë histori, le të jemi pranë dhe le të kuptojmë të vërtetën të Bleona Matës.